Rekën, shikojmë me çfarë është zbarkuar tani në Reka, të na sjell pak kolorit tek humori apo kënga, pa ndoshta edhe poezia e tij. Po kënë që kështu edhe unë kështë të full për këngëtar, do më thonë se këngëtarët e vjetër kanë kënu në mënyrë profesionale, natyrale. Jo si kur sot, për shembull, në kisi banzoni heqe janë rriqi në gjenë në mikrofon, atëherë s'ka pas me në rriq. Po edhe kongë që kanë dalë atëherë, do më thonë, një kongë ka shkuar në 7 dorë të korrigjua e kongë, a mu me kënu, as mu me kënu. A o teksti për shtatë që mason. E sot, për shembull, e kënon kohën konkursi ja korrigjon. Se sot është leku, sot me lek, do më thonë fjalët mund më konë për shembull shqip, melodia mund më konë turqe ose serbisht, atëherë s'ta ka leju këta. Do më thonë sot bëhet do më thonë konga sipas lekut. Ki lek, që kohën çfarë dush ndash që të lloj kohë si intereson atij. A përpara, do më thonë s'ke mujt se ka shkuar e kongë 7 dur, se ke pas përpara për shembull redaktorin, tani krejt kanë shku ato rallë, kështu në te kontrolluaj. Kompozitori e gjitha ato. Po, e krejt do më thonë kanë shku 8 dur, kanë shku deri sa u me qitë një kongë. A sot, mund me qitë 100 kongë kërkush t'i kontrollon. Edhe kështu për shembull na që shkojna me një humor. Po. E më gëni tash, pashim pas kom të vllazni, edhe që ka me bo me lata, të morën me mjell kryp. Nëse mo e morën krypën e qunë të ora e mjellën, për kërkara o shia si krypa o shkrinje. Dhe ato në prit një dit, prit një muje, prit 2 muj, krypa s'po binë se u shkrim. Një dit, pa hadet ta qkojmë ta këqyje me, qka ka kjo kryp që s'po binë, se ko shku në të verën, zë. Jo, me karcion, të shetit atë në shojnë karcillit, edhe ke vlajt vetë, ke thëtë, latët, se karcillit kësen, për të ju këti në bolë. Dhe të rretët, mës librit, dhe të rretët se diktova kush ka të nej hongër që sot u binje t'i bje vlavit me që këshafi, ta unë e myti vlavin për një këtë, po, shka me bon, edhe kjo ndohë. Po do një poezia kje tani, do një poezi, do një këngë, kam o poezia dhe këngë dhe atëherë pra shkojna njëherë me një këngë. Që të duan ju vendosni? Shpëni këto guret e borë dhe bizi, diko një kroj shite na i ka një gri, na i ka një gri, i ka një bat gorë, vi crucitono ne fell'amore dare dani vieni topan che lo si divine me capuz bar Silvia che lo i pare se perin o vărsla murio ku që zi Kroshi ditë që vjen me rav Skenderi beu me shpatën zjar Kroshi të reto është naimi Ove mi sokoli Treti kushitrimi Nimi vjetë që një ka një këta kirushe Si e ka e një kjo nuse Liri e me një saj jathojnë O vëllinde u rritë me gjakun e tone Ju flet Radio Yt. Sa kam mal. Sa kam mal e sa digje. Askush se kupton. Pse jam I vetmuar dhe hallin s'kam ku t'ja qaj.
në ata e errët e yjet ndriçojnë. Dal në dritare I numroj një nga një, por një yll po mungo. Ku je? Ku je mshehur? E pys atë yll, por s'përgjigjet. Filloj të mendoj dhe të kujtohem, sepse ai yll është yll I zemrës. Valla, ti gjendesh në aty yll. Fol me mua. A yll u zhduk, e zemra nuk rrahëm. Me lot, shiqoj në dritare. Tham deri kur, malli nuk hiqet nga une. Lotët e mia pikojnë në këtë grubet të shkërmuar. Jam larg çdo kujt. Nuk kam vlezër, nuk kam motra, as nën, as babë. Përveç se në 4 muret I shtëpisë. Troket zemra, thuaj se do me dal nga vendi. Sa mall kam une e kush se kupton. Sa herë digjen qaj e kush se më sheh. Gurbet, më shkatërove. Më largove nga gjithë shka, asgjë s'fitova. Humba me të gjitha. Ndoshta pak pare kam bërë, por parja nuk qenë ka asgjë kur të mungojnë ata që I donë. Zemra, troket, e askush se kupton. Të gjithë më shiqojnë dhe mendojnë se unë jam I lumtur dhe I buzëqeshur. Në qoftë se unë buzëqeshi, mos kujto se jam I gëzuar. Në qoftë se më sheh të gëzuar, atëherë dije se me zemër po qaj, e para tije buzëqeshi, sepse jeta është e shkatëruar. Gjithmonë kam menduar, kam vuajtur dhe kam qartë në heshtje, pa hetuar askush se shkrinjem nga dalë si qiri. Kjo është poezia. Bravo Tani, bravo. Poezi e bukur. Faleminderit. Dhe kalojmë pak tek akoma një pikë muzikore, apo në komentet shikoj se kush ka shkruar këtu komentet, sepse ty të përcjell komentet ndërkohë këtu, na presin miqët. Leze Gjonaj Vulaj, bravo, e ka fjalën për Emanuel